korrupsion janë 2, 3, 4, 5 vite ministra, zëvendës kryeministra. Ky zotëria ka 12 vjet. Madje Rezart ka dhe një element shumë të rëndësishëm, nuk ka si kallëzim nga ekzekutivi. Po zero mo, kjo është pjesë Zero kallëzim nga ekzekutivi. Ministri kundër korrupsionit. Si nuk ka asnjë kallëzim. Avokat, se kuptoj. Nga ekzekutivi, pra që qeveria. Vetë kryeministri kallëzon një nga bashkëpunëtorët e vet. Okej. Kemi ministër kundër korrupsionit. Madje që edhe për t'i bërë pak qefin edhe Marsitit, shiko se këtë kallëzimin e ka bërë Luzim Basha, me thënë drejtë, këtë të ballet. Kështu që do të kemi parasysh që do t'ja di për dera ti, rasti konkret. Pra qeveria nuk ka tentuar ta marrë meritë nga Zment Bardhi. Nuk unë po them tani këtë meritë do ta mbaj Luzim Basha sepse ai e ka bërë. Madje u betua edhe për kishën e Laçit. Se Rezarti ka qenë shumë afër atëherë, ndoshta mund ta ketë bërë dhe Rezarti ato kallëzim. Jo, fatkeqësisht jo, nuk kam gist ky kallëzimi. Që ta vazhdoj. Pra jemi dhe duhet shikojmë dhe ka edhe një ndryshim në çfarë po ndodh këtë vit me çfarë ka ndodhur realisht përpara. Deri përpara çështës Balluku, zoti Rama dukej sikur ishte njeriu që i paraprinte veprimeve të SPAK-ut. Tani paraprinte dhe hetime për korrupsion. Ishin njëri i cili ata që ishin njerëz që mund të ishin në hetim, i shmangte, i largonte, i nxirrte jashtë asaj sferës së drejt për drejt të influencës. Ishte edhe publikisht kundër madje. Okej, dhe duke, siç ishte rasti Ahmeta. Ajo që po ndodh është që sot kryeministri nuk është më parandalues, është reagues, që thotë po reagon ndaj ngjarjeve. I ka humbur mundësia për t'i paraprirë ngjarjet dhe thjesht po sillet si pasojë e ngjarjeve që i ndodhin atij. Kjo tregon. Po merret me pasojën. Urdhë? Po merret me pasojë. Merret me pasojë, po është reagim ky, nuk është më paraprit. Nuk është që e di që do ndodhi dhe po parandaloj efektin, por po merren vetëm me pasojën. Dhe kjo është faktori më i mirë për të provuar që radha dhe gardhi ka mbaruar, dhe tash kryeministri është i vetëm përballë me drejtsinë. Dhe jo më kot zotëria e çoi çështën gjykatë kushtetuese. Kjo është shpallja e luftës ballore, nuk ka më tash me këtë figurat letrare që përdor kryeministri që ju nuk ju lej më të merrni celularët apo nuk do ketë prokuror që do vit ma kërkoj mu. Kjo është lufta ballore. Do të thotë kryeministri është vendosur sot përballë drejtësisë dhe nuk them përballë gjykatës posaçme dhe SPAK-ut. Dhe po i thotë, tani duhet ndajmë luftën. Kush fiton dhe kush humb. Dhe vendimi shikon shpalljen e luftës. Po se shpallë e luftë më o zotëri dashur, unë të shpallë një zëvendës kryeministrin ta shpallë si person të pandehur dhe ti vazhdon e mban detyrë, ndërkohë që është taga ekskluzive kryeministrit ta shkarkojnë nga detyra. Dhe jo vetëm e mban detyrë, po ti kundërshton dhe një vendim tjetër në gjykatë. Kjo është lufta, çfarë di luftë, do shkojmë me kobure poshtë SPAK-ut, e provuan në rastin e Velije që e rrethuan një herë SPAK-un. Nuk nxorën gjë ndrit. Lufta do jetë, kjo do jetë luftë ligjore do jetë dhe luftë politike. Dhe fakti, dëgjoj një sekondë, momenti që kryeministri i Republikës së Shqipërisë del dhe thotë që sistemi i drejtësisë po bën puç kushtetues, po ka më shprehje të rëndë më të zotëri dashur. Grush shteti. Grush shteti, po më fal. Nuk e tha kryeministri, po një sekondë. Nëse ti thua që është grush shteti, vllati duhet të çohesh dhe t'i arrestosh të gjithë. Po, është vepër penale grushi i shtetit në Republikën e Shqipërisë. Nuk e ka thënë Rama. Rama ka thënë me forcë kërkon të ndërhyjë në punën e ekzekutivit. Nuk është çështje zbukurimi pastaj. Do të thonë me forcë, po shkel ligjin dhe një person që shkel ligjin, se tash i kemi kë kryeministri, ndër gjithë funksionet e tjera që ka, do të thonë, administron rrethënin publik Shqipërinë. Kujdeset që keqbërësit shkojnë para ligjit. Ti ndaloj ky po thua që Rama nuhat edhe një mundësi që SPAK ta bëjë nesër të njëjtën gjë me këtë dhe prandaj kjo mundësia bëhet çdo ditë më shumë konkrete. Nëse më përpara kemi thënë që ka një 4-5 dosje në cilat kryeministri është person i interesuar drejt për drejt, nuk e shmang dot. Ky laku të mbaron gardhi i ushtarëve që ti mund t'i sakrifikosh në SPAK. Të mbaroj më gardhi, mbaroj, nuk ka më. Kush do sakrifikohet më për kryeministrin e SPAK? Kryeministri ka ngritur vetëm. Ka ngelur cullak tash. Mbreti është lakuriq, e shikojmë. Ky njeriu ka një hall dhe vetëm një hall, drejtësinë. Dhe nuk e shmang dot më. Prandaj kjo betejë që ti shikon në gjykatën kushtetuese është betejë kundër drejtësisë e fundit. Se mbas kësaj nuk do ketë më mundësi të bëj betejë të tjera, sepse kur ti vi masa do t'i vidhe atij pezullim. Dhe pastaj Partia Socialiste do detyrohet ta shkarkojë nga detyra. Kjo nëse gjykata kushtetuese le të themi e rrezon në vendimin e SPAK-ut. Tash Shqipëria është vend i çuditërave, mund ndodh dhe kjo, që gjykata kushtetuese ta konsiderojë vendimin e SPAK-ut si antikushtetues. Nuk përjashtohet si mundësi. Gjykata kushtetuese ka treguar me thënë të drejtën në vendimarrjet e fundit integritet. Okej. Duke madje ndoshta edhe disa që kanë qenë pjesë e oborrit, të paktën
kështu përflitej, ose minimalisht kishte indicje, dhe ata realisht kanë votuar në respektim të kushtetutës. Kështu që duke marrë çka ndodhur, shpresojmë që gjykata kushtetuese të ruajë njëjtin integritet dhe të marrë një vendim që është vendim në interes të drejtësisë dhe në interes të qeverisjes. Nëse ndodh kjo, po thua që lufta pastaj kalon në luftë frontale në kuptimin. Ky është akti final i luftës. Nuk ka më luftë tjetër. Luftën e tjera i ka provuar të tëra më zotëria. Filloi me Komisionin Xhafa që kishte objektiv vetëm drejtësinë, si ta zhbënte. U kthye ke Kodi Penal, tentoi me Kodin Penal. I uli buxheti, nuk i jep burime njerëzore, nuk i jep. Kjo e fundit është ana publike e luftës. Lufta ka 2 vjet se vazhdon në rrogoz. Kjo që shikojmë sot, dërgimi i gjykatës kushtetuese është akti final i luftës. Nuk ka më fshehje pas perdeve, ka luftë ballore. Sakt. Dhe këtu do dalin në bazë luftës së zotëria. Po e humbi këtë luftën ballore, nuk ka më luftë pastaj. Mbaroi lufta. Zotëria thot dorëzohet, thot Spaku ka drejt të pezullojë nga detyra. Dhe nëse gjykata jep nëse gjykata jep drejt Spakut nga detyra, dhe Spaku ka indicie për kryeministin, mendojnë që Spaku nuk do ta pezullojë? Do ta pezullojë. Si është njohur me ligj e drejt pastaj. Edhe kryeministrin. Po qoftë edhe kryeministri mo. Se nuk është një diferencë e madhe nga zëvendësi kryeministri ke kryeministri, Një karrige më anash është. Jo, po me qenë se është i zgjedhur, po them unë. As ai nuk është i zgjedhur. As kryeministri nuk është i zgjedhur. Kryeministri si funksion emëruar. Po ti je emëruar, më emëron parlamenti. Nuk e zgjedh, e emëron. I propozuar nga Partia Socialiste për të marrë mandatin qeverisës për të krijuar qeverinë. I emëruar është, emërohet. Nuk është funksion i zgjedhur. Por parim, sa mendon këtë skenar që mund të jetë i mundur, se duket i pamundur kështu si pakët si e shohun si gazetar. Na dukeshin të pamundur para një viti. Është pothuajse pasaj politikë se ekziston e pamundra. Shikoj që të pranohet, po themi, kërkesa ose më themi të paktën ajo çfarë ka kërkuar kryeministria, pra në lidhje me papajtueshmërinë me kushtetutën i vendimit të masës së pezullimit, besoj që shanset janë afër zeros. Madje një gur themeli, pavarësisht në kuptimin e interpretimit, është edhe vendimi numër 1 i vitit 2024 për sa i përket gjykatës kushtetuese në lidhje me rastin Berisha, pra në kuptimin analog. Ka elemente goxha të rëndësishme për mendimin tim, të cilët të bëjnë të qëndrueshëm dhe pa absolutisht asnjë lloj problemi marrjen e kësaj mase nga ana e gjykatës, pra masës së pezullimit. Kështu që nuk gjykoj që, sepse besoj që hapet një spirale shumë e rrezikshme më pas, që krijohet imunitet tjetër i caktuar që mjafton që ti jesh në qeverisje dhe ti mund bësh ç'të duash dhe nuk mund të pezullohesh, nuk besoj që do arrim këtu. Do duhet që, shiko, një masë që merret, sepse ndoshta nuk u shpjegua se jemi të 3 avokat, është në funksion të hetimit, pra nuk është se merret, ka disa kritere dhe do duhet të jetë sepse i shërben hetimit, prandaj kërkohet dhe është i përligjur. Ideja është që nuk është se, po themi Spaku një ditë u ngrit dhe tha që këtë do e pezullojmë nga detyra për to. Jo. Është marrë sepse do duhet të jetë në funksion të hetimit. Nuk është ndëshkuese, nuk është ndëshkim. Askush nuk po i ndëshkon. Gjyhtari që vlerëson masën shikon dhe dosjen. Gjyhtari që vlerëson masën shikon dhe dosjen për cilën pretendohet kërkohet masa. Pikërisht pra. Që thotë që referohet rrethanave faktike. Me hetimin, pra me rrethanat e hetimit dhe merret rast pas rasti, nuk mund. Në këtë rast është parë më e përshtatshme pikërisht kjo masë pezullimi në mënyrë që mos afektohen provat, pra mos dëmtohen provat, po pse jo edhe për sa i përket probabilitetit për kryerjen e veprave tjetër penale. Thash, sapo ka filluar me shkelën barazisë të edrave, erdhëm te korrupsioni masiv, më fal, edhe masiv është, po pasiv. Dhe në rastin konkret tashmë nuk e dim se çfarë do të ndodhë me ato, se çfarë po heton për ditë. Avokat, jo, e kam tek kryeministri, a mund të merret një masë e tillë, fjala vjen, më fal për naivitetin, po për Donald Trump janë pezulluar goxha, le të themi, gjyqje për shkak se u zgjodh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mos e ngatrojmë se janë dy gjëra totalisht ndryshme. Mos i hym kësaj pjese. Po flasim për një republikë parlamentare, atje jemi republikë presidenciale, presidenti zgjedhet nga populli, është histori e gjatë. Po dhe këtu kryetari i partisë që fiton zgjedhjet, tjetër mandat, po flasim për presidentin në Shtetet e Bashkuara. Atje kemi kushtetutë tjetër, këtu kemi kushtetutë tjetër. Më kupton? Madje ne kërkojmë të përafrohemi, po themi, standardeve të një kushtetutë më një gjatë, po themi, në botë,
në rastin konkret se ç'është ajo amerikane, ndërsa ne nuk jemi vite dritë larg. Nuk mund të bëjmë një paralelizëm në mënyrë absolute. Këtu unë besoj që këmbanat pikërisht bien për kryeministrin. Dhe kjo është frika, kjo është trembja, kjo është timori, sepse përndryshe, unë besoj që, por i kthehem në argumentin që sapo thash, që do duhet të ishte lënë shtetësja Belinda Balluku, që të përballej me drejtësinë, duke i garantuar një proces rregull ligjor dhe jo duke u mbrojtur nën petkun e imunitetit ministror, se kështu mund ta quajmë tashmë, sepse nuk mund të themi të deputetit, por ministror apo të zëvendës kryeministres. Tashmë është marrë, pra po merret vetë qeveria, po mbron një antar të saj, qoftë edhe numri 2, sepse nuk e di, është cënuar, po themi parimi ndarjes së pushteteve. Sepse kjo do jetë themra e kilit. Me këtë do merret gjykata kushtetuese, në mënyrë absolute. Pikërisht me këtë. Në rastin konkret është një spirale shumë rrezikshme nëse do të hapet. Unë mendoj që nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Besoj është e pamundur përndryshe. Por ama këmbanat bien për kryeministrin. Dhe kjo është një gjë evidente. Shiko, unë mendoj që kur ti i ve flakën, disa nga kasollet të fshatit është jo e largët dita kur i gjithë fshatit marrin zjarre ti digjesh nëse jeton aty. Problemi është që edhe nëse ke një vil. Po normal. Problemi është që do ndodhi gjatë ushtrimit të detyrës ose pra procedimi penal të shkojë tek Rama apo mbas përfundimit. Tani, se ne gjithmonë i referohemi perëndimit amerikanëve, po në raport me drejtuesit e lartë ose me presidentët, asnjëri nuk shkon në procedim për shkak sepse në fund mandatit ka amnistin. Po ta themi kështu si institut ligjor. Edhe çfarë bën? Amniston veten edhe gjithë bashkëpunëtorët edhe kë i do vullneti i tij dhe qefi i tij. Në Shqipëri përderi nuk kemi këtë amnisti, po kemi garanci të tjera ligjore që e tregojnë precedentët që kryeministri në detyrë nuk është atakuar, flas edhe në Europë. Ama kryeministra, ish kryeministra mbas detyrës, mëkatet e tyre ose hija e pushtetit rëndon mbi ta. Unë mendoj që fati i Ramës është që sa më shumë bashkëpunëtor të tij të shkojnë për procedime penale, probabiliteti që ai mbas ushtrimit të detyrës, nëse nuk vdes në pushtet gjithmonë, është që do ketë proces penal me se s'bën. Problemi është që a e fakton kjo kulturën e ndëshkimit? Absolutisht që po. Unë mendoj që rëndësi ka që kur kemi të bëjmë një proces penal, më mirë është që mos shpëtoj pa u ndëshkuar se sa të bëhet sa më i përshpejtuar në kohë dhe tjetër. Ka dhe një zgjerim skenari ky versioni. Zgjerimi skenari do të ishte shumë i thjeshtë, që do të thotë, është e vërtetë që ti më vështirësisht prokuroria do të hetojë një kryeministër në detyrë, ose më saktë do ta marrë në një procedim penal kryeministrin në detyrë. Por nisur nga çka ndodhur në këto 3 javë të fundit, prokuroria mund të ketë një hetim ndaj kryeministrit, mund të kërkojë një mas pezullimi ndaj kryeministrit, dhe partia e kryeministrit do ta shkarkojë pastaj se nuk mund ta mbajnë detyrë kryeministrin sa kohë. Unë do sjell vetëm një procedim. Dhe na mund të jemi në kurs kur procedimi penal mund të vazhdojë ndaj kryeministrit dhe përfundon detyra. Do sjell vetëm një precedent. Në momentet kur Giulio Andreotti, ish kryeministri i Italisë, ka qenë detyrë, prokuroria atë ka kërkuar disa herë heqjen e imunitetit të tij për lejimin e zhvillimit të hetimeve gjyqësore dhe ai nuk e kishte lejuar. Në momentin kur nuk ishte më drejtues politik pa kryeministër dhe u hap proceset ligjore, u mori pandehur në një nga pyetjet e komisionit hetimor ndaj tij, ka qenë që ndaj jush është kërkuar heqja e imunitetit dhe ju nuk e keni lejuar duke përdorur votat në parlament. Me çfarë drejtë keni bërë këtë ose me çfarë legitimiteti? Përgjigjja Andreotit dikush ka qenë? Nuk mund të lejoja të qeverisë gjyqësore, tha. E njëjti argument që po përdor edhe Rama. Ndërkohë, Marsit, po një pyetje të shpejt para se të kaloj pak e opozita, se protesta sot apo foltorja, se duhet ta ngatrojmë se është ngatruar gjëja. Këtë goditje të Ballukut e shikon si episod që mund të çajë gjithë sistemin apo një goditje të radhës që shikoj, e tham një herë, në momentin që ka rreshjet mëdha shiu ose vërshim ujrash, ai që është i përgatitur ngre dig, edhe e kthen në benefit, përveç se mbrohet nga përmbytjet, prodhon dhe energji elektrike. Ai për shembull që si para prin ose që nuk e mendon, i përmbytet gjithë fshati. Rama ka treguar që deri më sot ka ditur të ngrej digat, pra ti përdori gjatë në favor të tij, të gjithë situatat në favor. Duket sikur disa nuk ilçon se edhe me rastin Veliaj.
Mblodhi gjithë drejtuesit edhe deputetët e Partisë Socialiste, bëri një diskurs të gjatë kundër SPAK-ut, që kanë terrorizuar dëshmitar, kanë marrë telefona, kanë marrë gradati, kanë marrë prova në mënyrë të padrejshme, se jemi republikë prokurorësh, politikanët mund të jenë kokaturgu dhe pasaj i thoshte që lejmë drejtësinë bëj atë që do. Është herët për të parë qëndrimin e Ramës. Rama nuk e ka problem që të mbajë qëndrime kontradiktore me raport me veten, ose nuk është një çudi që ta shikosh të ndërmarrë iniciativa të interpretimeve që t'jenë paradoks me ato që ka thënë përpara, është në drejtën e tij legjitime, sepse ai dihet që nuk është se hyn tek njerëzit që i përkasin, ai përket gjithmonë asaj agjende që është si relativizmit, pra mendon që ka të vërtetën e vet në momente të ndryshme ose në kontekste të ndryshme. Kështu që e ka legjitimuar qëndrimin e tij. Përparim, e shikon një episod veçuar apo një ngjarje apo një çarje që mund ta shëmb këtë gjithë sistemin? Më lartë unë nuk besoj që të ketë gjuajtur SPAK deri tani. Pra, steka është ngritur shumë lart dhe është në paradhonën e kryeministrit aktualisht. Duam apo s'duam, nuk ka hyrë në zyrën e tij, po kuazi. Dhe mendoj që po flas gjithmonë një zëvendës kryeministër në detyrë, pra prandaj bëhet e rëndësishme, sepse një ish zëvendës kryeministër tjetër e kemi në hetim madje për disa vepra penale. Dhe unë mendoj dhe gjykoj që ka dhënë një tronditje goxha të madhe, besoj. Sado që edhe në konferencën për shtyp me komisionere Marta Kosu mundua kryeministri ta mbronte ose më të themi kishte deklarimet e tij, madje duke pasur në krah qoftë edhe një përfaqësues të lartë Bashkimit Evropian, dielli nuk mbulohet me shosh, është e pamundur, pra është evidente. Dhe nuk besoj që sado po themi të jetë i parapëlqyer i zyrave të Bashkimit Evropian apo i personalitetet të caktuara të këtij organizmi zoti Rama, unë besoj që në fund të fundit, më pas përgjegjësia dhe integriteti, të paktën kështu presupozohet në parim, i tejkalon ato caqe të një misie, po themi, personale, pasi do duhet të prevalojë absolutisht interesi publik, interesi i lartë, interesi i taksapaguesve të Bashkimit Evropian, për një drejtësi të pavarur, qoftë edhe kur godet lart, ashtu siç po ndodh në Shqipëri, dhe do duhet të shikohet, për mendimin tim, me një mbështetje dhe një mbështetje të madhe, të pakufishme, pikërisht për këtë institucion i cili duam apo s'duam, kur ndonjëherë në historinë e këtij vendi, po themi post-komunist, nuk ishte të paktën tentuar që të shkonte kaq lart. E qartë. Rezart, e njëjta pyetje. Episodi veçuar apo episod që mund të krijojë le të themi një goditje të fortë tektonike që të lëkund, le të themi, këtë mazhorancën në rastin konkret. Unë them që goditja ka ndodhur. Kjo është goditja tektonike. Goditja tektonike e cila detyroi kryeministrin dalë dhe të përballet drejt në drejtësinë. Më shumë se kaq nuk mund të ndodhte. Më shumë se kaq është vetëm kryeministri. Dhe nëse goditet kryeministri juridikisht ose penalisht, të ka rënë qeveria. Ka ndodhur po thua. Goditja tektonike kjo ishte dhe kjo goditje tektonike detyroi kryeministrin që përtet gjithë retorikës tij pro-drejtësisë të dalë dhe të përballet drejt për drejt me SPAK-un që gjykon. Kështu që nuk ka më shumë se kaq nuk mund të ndodhte si goditje tektonike. E vetmja gjë që ka ndodhur që mbetet pas kësaj është trokitja e SPAK-ut në derën e kryeministrit. Po, për sa i përket efekteve që mund të prodhojnë Partinë Socialiste kjo avokat, si e shikon? Në Partinë Socialiste do shtrohet një dilemë shumë e madhe tani, duke marrë parasysh ose duke marrë konsiderat faktin që mund të ndodhë edhe trokitja në derën e kryeministrit. Dhe është pyetja që shtrohet është, a kanë Partinë Socialiste njerëz që vazhdojnë të vlerësojnë që partia vlen më shumë se sa emri i Edi Ramës? Partia Socialiste është parti që ka një historik shumë të gjatë. Është një parti në cilën antarët e saj e vlerësojnë, janë lidhur me partinë, jo me individin që drejton partinë. Dhe në këtë pikë, a do të krijohet aty një masë e cila do të përpiqet të shpëtojë Partinë Socialiste nga Edi Rama? Dhe ajo që ndodhi me Partinë Demokratike është masa e partisë zgjodhi individin përpara partisë. Dhe kjo është arsye pse ti sot ke Partinë Demokratike në gjendjen në cilën është. Nëse në Partinë Socialiste do të ndodhte e njëjta gjë, trajektoria do jetë e njëjtë. Nëse në Partinë Socialiste do të krijohet një masë e cila do të vlerësojë që është e rëndësishme të shpëtohet partia krahasimisht me individin Edi Rama, atëherë do të kesh një lëvizje tektonike dhe brenda partisë, dhe Rama mund mos jetë kryeministër për shkak të lëvizjeve brenda partisë, më shumë sa për shkak të trokitjes